Në Kosovë gjatë viteve të fundit janë ndërtuar me mira objekte të reja banimi, por përtej pamjes moderne dhe komoditetit lind një pyetje thelbësore: sa është e sigurt banesa ku ju jetoni? A ka një sistem për alarmimin e zjarrit? A ka shkallë emergjente? A janë të sigurta ashensorët dhe a mirëmbahen ata rregullisht? Në këtë epizod të podcastit 5 pyetje do të flasim me Florim Grajqefcin, dekan i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, sa i përket sigurisë në objektet banesore në Kosovë, standardet që duhet plotësojnë ndërtesat, përgjegjësitë e investitorëve dhe të institucioneve, si dhe hapat që secili prej nesh duhet të ndjek për të sillur në mënyrën e duhur sa herë që ka një rrezik apo një fatkeqësi. Përshëndetje dhe mirëseardhët në këtë epizod, zotëri Grajqefci. Mirësëgjeta, faleminderit për ftesën. Atëherë, si fillim, a mund na tregoni se sa janë sigurta objektet e banimit në Kosovë kundrejt ndonjë rreziku nga tërmeti, nga zjarri apo ndonjë fatkeqësi tjetër? Po, për me dhënë një emërus të përbashkët se sa janë këto objekte stabile dhe sa janë të rezistueshme ndaj veprimeve natyrore është goxha e vështirë. Mirë po, ne i krahasojmë ndërtimet me epoka të ndryshme, me kohra të ndryshme. Në vitet e 60-ta, 70-ta ka pas një standard më të ulët të kontrollit të cilësisë dhe mënyrës së ndërtimit të objektet. Në vitet e 80-ta këtu standarde u avansuan më shumë, ndërsa sot po flasim për standardet që janë standarde kashi Evropës, që ne e quajmë Eurokode, të cilat marrin përgjegjësinë për objektet, strukturat e tyre që t'jenë stabile, që t'jenë funksionale, pra funksioni tyre të jetë i pacenueshëm dhe natyrisht edhe jetë qëndrueshmëria e objekteve. Për me thonë se sa këto ndërtime të fundit janë stabile, janë me jetë gjatësi të projektuar dhe sa plotësojnë funksionin e pacenuar, sigurisht do duheshin të bëheshin analiza shumë të mëdha. Mirë po ne emërus të përbashkët e kemi kështu. Prej vitit 2004 e tutje deri sot, ligjet, standardet, kodet, kushtet për projektimin dhe ndërtimin e strukturave, të ndërtimet jo formale, që të thotë të ndërtimet me projekte, me llogari, me dokumente, ju përmban këtyre standardeve që sigurojnë një sjellje të mirë, kashi veprimeve sismike, apo eventualisht në një fatkeqësi natyrore që mund të jenë zjarret, eventualisht mund të jenë edhe vëshime të ndryshme, që kemi kohën e fundit si efekt natyror goxha të shprehur. Prandaj, kjo është nocioni për neve, pra ndërtimet e reja, ato që janë jo formale, janë me projekte, me llogari, me tjera, të bazuara kashi këtyre kodeve, do të duheshin të jenin më të sigurta dhe të plotësojnë më së miri funksionin e objekteve të tyre. Përveç këtyre rasteve të parandalimit, ndoshta të dëmeve nga fatkeqësi të tilla natyrore, kur ndërtohet një objekt banesor, cilat janë ndoshta elementet kryesore që duhet i ketë për t'u përmbajt standardeve profesionale ndërtimit? Janë shumë, janë disa kritere. Kriteri numër 1 është zgjedhja e materialeve. Materialet duhet të jenë cilësore. Shumë mirë e thatë në fillim të hapjes emisionit tuaj që nuk mjafton me qenë veç e bukur, por duhet me qenë edhe stabile. Duhet me pas një qëndrueshmëri dhe duhet me pas kapacitete që të ofroj më së miri shërbimin e atij objekti çfarë është ofruar. Pra, janë disa kriteri, janë disa norma që duhet të përfillen dhe ato janë një pas një deri në momentin kur objekti realizohet. Ne i ndajmë si faza aktivitetet të ndërtimit. Është fazë para projektit, është fazë e projektit dhe është fazë ekzekutimit. Dhe mes këtyre fazave ka lidhje dhe ndërlidhje. Përmes kontrolleve të cilësisë, përmes grupeve të punës e tjera që në shumicën e rasteve i rregullon ligji i ndërtimit, po jo më së miri. Pra, nështë edhe ligji i ndërtimit do duhet të rishqohej, që të plotësohet me eventualisht bëhet ligjërin i ndërtimit, me kushte dhe kritere sikur i ka Evropa. Çka i mungon tash ndoshta këtij ligji, nëse kemi objekte që ndërtohen me ndoshta teknologji të reja, me materiale më të reja, dhe ligji ka mbet me të kaluarën? Ligji i ndërtimit në fakt ne konsiderojmë që do të ishte ligj në shtetet ku ka përfunduar ndërtimi dhe ka minimum aktivitete ndërtimi.
sepse ligji i ndërtimit ja kalon kompetencë kuvendeve pushtetit lokal, pra kuvendeve komunale, komunave, që ato të bëjnë kontrollin e cilësisë së ndërtimit dhe mos të ketë më pranime teknike sikur kem pas në të kaluamën. Pra, komuna i përcjell ndërtimet, i certifikon cilëtetin e tyre, ndërsa më vonë bëhet certifikimi i përdorimit, hyrja në funksion e atij objektit. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë që kuvendet komunale ose komunat në përgjithësi në Kosovë këtë pjesë të stafit e kanë me numër të vogël dhe në asnjë mënyrë nuk kanë kapacitete në bazë vlerësimeve tona të mjaftueshme për mujt me bë kontrolle dhe inspektime të tilla nëpër objektet që ndërtohen. Arsyeja është e thjeshtë që ka shumë ndërtime dhe ka pak njerëz. Prandaj ligji i ndërtimit ne duhet ta bëjmë sipas kushteve reale që kemi në Kosovë. Pra, sipas kësaj dinamike numrit të ndërtimit, konsiderojmë që do duhej të ishin edhe pranime tjera teknike, edhe dhënia lejeve të ndërtimit, jo një kontroll e cilësisë të cilësisë së projektit bëhet nga zyrtarët komunal, po të bëhet nga institucionet, nga institutet. Pra, ne kemi fakultete, ne kemi institutet, dhe ato do të kishin mujt me dhënë një gjykim lidhur për një projekt, për vlefshmërinë e tina, për saktësinë e tina dhe për a mund të realizohet apo nuk mund të realizohet. Dhe menojmë që ky propozim i joni që e zaurojmë, e shterojmë në fakultetin tonë, po edhe përmes konferencave të ndryshme dhe takimeve të ndryshme që bëjmë edhe me ekspertë ndërkombëtar, konsiderojmë që ky ligj ndërtimi do duhej të bëhej ribëhej ose të plotësohet me urdhëresë administrative. Po kjo është çështje politike, nuk është çështje jonja. Po ne insistojmë si oponencë që ky ligj ndërtimi do të ketë një përgjithësim. Po. Për te ndoshta cilësisë së materialit ndërtimor, të asaj që njihet ndoshta me sa e di në fushë si ndërtimi vrasht i bazave të objektit, por a përmbahen standardet për shkallë emergjente, për sistem të alarmit të zjarrit, për dalje emergjente, për banesat shumëkatëse në Kosovë që janë, siç e thatë edhe ju, të shpeshta viteve të fundit? Ligjet ne kemi shumë të mira. Pra, për me marrë një leje ndërtimi, ne duhet me pas të gjitha këto dokumente që projekti jonë plotëson më së miri kushtet në rastin e paraqitjes së zjarrit, që projekti i strukturës plotëson kriteret e stabilitetit në rastet e sismikës, po eventualisht edhe në kërkesë të veçantë, sikur është çështja e ambientit, projekti duhet të përmbajë dokumentacionin teknik që është e projektuar dhe rregulluar kashik këtyre direktivave ose ligjeve. Ndërsa ne themi që çdo paralajmërim i hershëm do të ishte në përfitim shumë të madh të njerëzve që i shfrytëzojnë ato objekte. E kemi ngjarjen e fundit që ndodhi me tërmetin në Venezuelë. Atje ishte një paralajmërim i hershëm përmes aplikacioneve në mobil, në telefon, dhe ishin në pyetje 10 sekonda. 10 sekonda, domethënë nga momenti ku ka qenë burimi i tërmetit deri te shfrytëzuesi ose deri te ai që ka qenë në objekt, për 10 sekonda kemi informata që efekti ka qenë jashtëzakonisht shumë i madh. Pra, një paralajmërim i hershëm i rreziqeve, sikur janë tërmetet, vërshimet dhe efektet tjera që mund të jenë plot si efekte natyrore, sekundi është jetë në pyetje. Dhe jo një, po mund të jenë edhe disa. Prandaj çdo paralajmërim i hershëm ne konsiderojmë shumë efektiv. Ne kishim një ligjërat hapun me profesor të jashtëm ndërkombëtar, javës që shkojnë në fakultet, që do të bëjmë një projekt për early warning, sa i përket meteorologjisë, pra shkarkimeve të mëdha, ndryshimet klimatike, efektet e tyre dhe problemet që na i bënë vërshimet kohën e fundit. Dhe do të insistojmë si njësi akademike, si fakultet, si akademi që jemi, të zhvillojmë këtë database, të zhvillojmë këtë projekt me ndimin e institucioneve në Kosovë, që eventualisht një paralajmërim i hershëm, disa sekonda, do të shpëtoni një jetë. Kjo është një aspekt. Ju që e përmendet çështjen e zjarrit, pa fije dyshimi ka standarde që objektet kolektive, objektet ku ka shfrytëzim të madh nga njerëzimi, duhen të jenë të kontrolluara jashtëzakonisht shumë nga efekti i zjarrit. Përveç të kontrolluara, ato duhen të testohen kohë mas kohe
nëse e plotësojnë kriterin e asaj që quhet siguria kundër zjarrit. Çka ndodh kur këto objekte shumë të banuara s'kan as shkallë emergjente, është objekt 10 katësh dhe nuk ka as alarm për zjarrin për banorët. Konkluzionet janë shumë të thjeshta. Mund të ndodh humbje jetë njerëzish. Përveç mirave materiale, ne kemi me prioritet në projektet tona, në studimet tona, numër 1 është jeta e njerëzit, pastaj janë të mirat materiale. Kur flasim për jetën e njerëzit, nuk ka kompromis. Gjithçka është me prioritet jeta e njerëzit. Pastaj është e drejtë morale që të flasim edhe për të mirat materiale. Ka variante plot të objektet dhe sisteme të objektet që mund të ndërtohen, që mund të instalohen për shurjen e zjarrit. Alarmet nuk janë të mjaftueshme për efektin e sigurimit kundër zjarrit. Pra, alarmi paralajmëron, por nuk e shun zjarrin. Ndërsa sistemet kundër zjarrit, sidomos të objektet publike, ne konsiderojmë që duhet të jenë të obliguara. Pra, po flasim, institucionet. Njerëz në objektet ku mbledhen shumë njerëz. Në ato objekte duhet detyrimisht të kemi sistem kundër shurjes së zjarrit. Pra nuk mjafton veç me e dhon alarmin, sepse detektori i zjarrit ose detektori i tymit ai paralajmëron e lëshon i zhurëm, ndërsa nuk është efekti që me e lokalizu ose me shim zjarrin. Jemi dëshmitar para disa ditësh ndodhi një zjarr të një objekt në Prishtinë. Nuk jam shumë i familiarizuar, nuk kam shumë informata, po kjo është një fatkeqësi shumë e madhe në këto objekte, sidomos objekte shumë banesore, qofshin ato, po edhe objekte publike tjera, që duhet të ndërtohen mekanizma që të kenë sisteme kundër zjarrit. Pra, nuk mjafton veç detektori, nuk mjafton veç alarmi, po duhet me pas sisteme, domethënë duhet me shym zjarrin, ka mënyra të ndryshme, me ujë, me plur, me tjera, se si duhet të veprohet. Ndërsa në kuptimin e projekteve, si projekte që duhet projektohen, qysh nga fillimi, që ato duhet të kenë parasysh efektin e mbrojtjes kundër zjarrit, është efekti fizik janë shkallët kundër zjarrit, janë dyrë kundër zjarrit. Dyrë kundër zjarrit në shumë situata ato edhe nuk funksionojnë. Pse nuk funksionojnë? Kostoja aty është jashtëzakonisht shumë e madhe. Në shumë raste ndërtues hezitojnë të blejnë ato, sepse kanë kosto shumë të madhe. Dhe në fakt ne duhet me pas diçka, trupa, organizma që e pengojnë, ose që duhet me e pengu, ose duhet me thonë kjo do t'jetë përgjithëse për me pranu këtë pozicion, që këtu t'jetë në funksion tamam si duhet në rastin e paraqitjes së zjarrit. Prandaj bëjt azëm, profesor, një person ka bler një banesë, do bëhet e gatshme pas 2 vjetësh, në letër i ka se do të ketë edhe alarm kundër zjarrit, edhe shkallë emergjente, edhe dyrë kundër zjarrit, por kur banesa bëhet këto janë, ku tankohet, ku drejtoj veten. A ka të drejtë ndaj tij që dikush duhet përgjigjet? Po, këto janë aspekte ligjore, më shumë tash që po diskutojmë. Po. Dhe në aspekte ligjore unë nuk kam shumë kompetenca, po do të provoj në variantin tim që t'ju japim, si më thonë, informatën. Në rastet kur ai që ka ble hyrjen i ka pas shënume që ka me pas edhe shkallë kundër zjarrit, edhe dyrt emergjente, edhe dalit emergjente, edhe performancën tjetër të objektit, dhe nuk i ka, atëherë është çështje e atij që ka ndërtuar dhe këtij që ka ble. Domethënë, u shku me ble një Ferrari, e ka marrë një Fiat 500. Do thotë është çështje mandej ligjore mes vlerësit dhe ndërsa në situatat kur kishim e thonë që ky ligj i ndërtimit ka me qenë me kompetenca që një objekt bëhet pranimi teknik i tij me kritere simas asaj që është projektuar, atë në ato raste ai trup, ai grup nuk kish me certifikuar objektin si funksional, por ka me thonë derisa këtu nuk i plotson, ky objekt nuk do të hyjë në funksion, sepse nuk guzojmë mishtin anë njerëz. Ne kemi raste për shembull kur duhet mishtin njerëz në stadium, kur duhet mishtin në palestra sportive, dhe aty paramendoni kur hinë 15.000 vetë ose në të ardhmen në stadionet tona të Kosovës 20.000 ose 25.000, dhe aty duhet mrena 3 minutave ose 5 minutave në maksimum si ma standardet e Evropës me i nxjerr njerëz prej stadiumit ose me i fut në stadium. Dhe janë standardet e hapjeve, janë standardet e shkallëve, janë standardet e komunikimeve tjera, po flas për objekte publike. Nëse e krahasojmë tash rastin e objekteve
të banimit shumë kolektiv, atëherë mund më që është çështje më e thjeshtuar, është më kollajt me zgjedh dhe ka variante që mund të zgjidhen. Nëse sot dikush planifikon blej një banesë, a mund na përmendni 3 elemente që duhet t'i ketë parasysh dhe ti kontrolloj për banesën që po blen në aspektin e sigurisë? Po, faleminderit shumë. Kjo më bën nerë kjo pyetje që ma adresoni. Pse më bën nerë? Sepse qysh në fillim e thatë shumë bukur. Nuk mjafton me qenë bukur, fasada, nuk mjafton me qenë komoditeti i mirë, nëse disa kriteri tjera nuk janë plotësu. Dhe kush janë ato 2-3? Janë cilësitë e materialit, cilësitë e ndërtimit. Normalisht ai që blen banesën në shumicën e rasteve nuk i lyp këto. Dhe nuk e ka idenë se çka ka më rreth strukturë, sepse struktura më shifet. Mund të edhe mos ta di cila është më e mirë ose cila jo. Dhe në raste të tilla ne në shumë raste, sikur në media, po edhe takime tjera që kemi pas edhe kemi permanent, ju rekomandojmë qytetarëve që në raste të tilla angazhojeni një inxhinier ndërtimi dhe ai din çka me lyp për dokumenteve dhe din me tregu cilat janë kriteret që duhet plotësohen që objekti të jetë stabil. Po në shumë situata dhe nëse nuk janë dokumentet, mjafton një inxhinier ndërtimi të ketë qasje në ta opsina dhe në shqyqimin e parë bën vlerësimin e parë që në rregull është të shkojmë më tutje. Prandaj inxhinieri i ndërtimit në raste të tilla ka me kry funksionin më së miri për qytetarët tonë. Çka duhet bëjnë njerëzit në raste të tilla të zjarrit ose të fatkeqësive natyrore nëse janë në një objekt banesor shumë katësh? Si të sillen dhe ndoshta çka janë gabimet që më së shpeshti i bën njerëz duke u munduar ta mbrojnë veten? Në fakt, objektet që kanë etazhitete të mëdha janë kate, shumë kate. Rreziku është permanent i banuesve ose shfrytëzuesve të hapësinave në katet e sipërme nga zjarri, nga paraqitja e zjarrit. Në rastet e goditjes së zjarrit ose shfaqjes së zjarrit, si duhet të sillet një qytetar? Në shumë raste ndodh që zjarri nuk është problem, është problem tymi. Asfiksimi nga tymi. Është asfiksimi nga tymi. Në raste të tilla asfiksimi vret shumë njerëz, edhe është vrasësi ngadalshëm, nuk është i menjëhershëm. Prandaj në shumë situata themi që në raste paraqitjes së zjarrit ka shumë rëndësi ventilimi, largimi i tymit. Dhe objekti duhet të përmbajë kanale vertikale që janë sikur tipi i gjakut, që është kafazi shkallëve, që dera poshtë hapet, dyrë tjera në kate tjera nuk hapen, dhe e funksion si o gjak që krejt gazrat, tymin e tërheqë dhe që në katet sipër ose të nxjerrë dhe jashtë. Pra një projektues i mirë bën gjëra të tilla. Pra, dhe qysh me u sjell në situatat kur nuk janë të përmbushura këto ambiente. Mos me thonë që gjykimi mund të jetë edhe naiv, duke pas më elementaren që një qytetar do të mushtri në tokë mos me pas asfiksim prej gazrave, pra jo me nejtë në kam, po duhet me nejtë shtrit, po kjo është çështja më e thjeshtë ose më naive, sepse unë si akademik nuk më lejohet një gjë tillë me thonë, po duhet me pas pajisje që sigurojnë jetën e qytetarit në të raste. Dhe prandaj objektet me shumë katet e sipërme janë shumë të rrezikueshme se sa një kat për dhe ose një objekt P+1. Pra, dhe serioziteti qëndron pikërisht te objektet ose te godinat që kanë shumë kate, shumë etazhe. Përmendet që në rast se dikush blen një banesë dhe nuk është ashtu si është thënë në letër, por kush e mban përgjegjësi nëse një objekt ndërtimor është krejt jashtë standardeve profesionale ndërtimit? A ka përgjegjësi edhe institucioni, edhe komuna, ndërtuesja, apo vetë personi që ka zgjedhur të banojë aty? Banuesi mas pakti, sepse qytetari ka zgjedhur me hap kuletën edhe me blenë hapësirën. Ai hapësirën e blen për shkak të rritjes së nevojave të tij familjare ose edhe personale, ndërsa kush është fajtori? Fajtori nis nga zeroja. Kush është zeroja? Është projekti, ai që ka projektuar, nëse ka projektuar si duhet ose se ka projektuar si duhet. Aty nis shkalla e përgjegjësisë dhe rangohet, lidhet zinxhir mas zinxhiri, prej projektuesit te ndërtuesi
te ai që ka dhënë certifikatën për shfrytëzim e tjera dhe është hierarhi e përgjegjësive. përgjegjësisë. Po, dhe nuk duhet kalohet asnjë prej tyre. Pra, në fakt, projektuesi ka për obligim të i respektoj ligjet, standardet e projektimit, kodet e instalimeve, ndërsa ndërtuesi duhet të të instaloj, të ndërtoj sipas projektit, ndërsa ai që ka dhënë certifikatën për shfrytëzim duhet me pas përgjegjësi nëse ndërtuesi i ka ndërtuar sipas projektit dhe projekti është në rregull. Projekti verifikohet në situatat kur jepet një leje ndërtimi. Kur japet leja ndërtimi thuhet që ky projekt i plotson këto performanca dhe është në rregull. Prandaj në shumicën e rasteve akteri i fundit është ndërtuesi. Pra ndërtuesi themi si ka plotësuar standardet, nuk i ka plotësuar ndërtimin e objektit sipas projektit të planifikuar dhe në raste të tilla provohet nga hierarhia jo 0 deri në 100, por nga 100 e mrasht. Pra, kush është akteri i fundit? Akteri i fundit është certifikata që është dhënë për shfrytëzimin e objektit, pastaj është ndërtuesi, pastaj shkohet te projektuesi. A duhet këtë edhe kontroll të këtyre sistemeve të sigurisë, tazëm edhe për alarmin e zjarrit ose të ashensorëve që përdoren pastaj? Natyrisht, ashensorët në rastet e paraqitjes së zjarreve nuk duhet të përdoren fare. Qytetarët në rastet kur i shfrytëzojnë këto objekte dhe kanë lartësi që jetojnë në katet e sipërme, në rastin e paraqitjes së zjarrit, në asnjë mënyrë, po as në raste të tërmeteve, nuk duhet të i shfrytëzojnë ashensorët, sepse ashensorët në rastin e paraqitjes së zjarreve, ato janë pajisje që kanë energji elektrike, që ato kablo, ato pajisje mund të dëmtohen nga zjarri dhe mund të mesen në mes kate. Dhe nuk duhet të përdoret lifti, ashensori. Përveç saj, ashensori e luan rolin e këtij ogjakut që diskutuan më herët, që mund të jetë efekti që nuk ka zjarr fare, ndërsa zjarri vjen prej poshtit, direkt kabinës së liftit, dhe në asnjë mënyrë nuk do të përdoret lifti. Pra, kjo është çështje standardet që nuk gëzojmë. Përndryshe lifti duhet ketë certifikat për sigurinë e tij për funksionin e drejtë. Ajo është çështje mekanikës, që ata që projektojnë, ndërtojnë edhe bëjnë kontrollin e tyre, ka institucione që e kryejnë punën e vet më së miri. Dhe një pyetje të fundit, profesor, edhe gjatë kohës kur ndërtesat janë ende në fazë të ndërtimit, ka shpesh raste që ka shembje të dhëut në vend punishte, më pas ka zjarre në baresa, ka qarje të mureve, defekte që nisin të vrehen pasi njerëzit kanë nisë të banojnë. Sa ka rol këtu inspektimi gjatë ndërtimit të objekteve dhe sa është efektiv i njëjti në Kosovë? Po, shumë mirë ma bët pyetjen sepse lidhen me muhabetet paraprake. Domethënë, kush është muhabeti paraprak? Ne thamë që ka pak njerëz, ndërtim shumë. Po. Dhe këta pak njerëz që janë në për institucione që kryejnë inspektime, kontrolle, kushtimisht kisha me thonë, nuk mrin fizikisht me bëni kontroll të objektit që janë në ndërtim. Nuk mrin as në kuptimin e cilësisë, me hyrë në detale, në thellësi, nëse ndërtimi është në rregull, nëse përfillen, sepse nuk kanë kohë, dorën zemër. Ata janë student tonë, janë kolegë tonë, por nuk kanë kohë, nuk kanë energji, nuk mujnë. Na mujmi ngarkojmë përgjithësi, po jo. Në asnjë mënyrë. Në raste të tilla, ne ju rekomandojmë ndërtuesve që të angazhojnë ekspertë të jashtëm, që të ndihmojnë ekspertë të jashtëm, po flas lokal këtu, që të bëjnë kontrollin e cilësisë së ndërtimit, dhe duke e bërë këtë kontroll të cilësisë së ndërtimit, ndërtohen protokolle të cilat i shërbejnë më së miri edhe komunave për siguri që një objekt është ndërtuar perfekt, është ndërtuar mirë. Pa dyshim, aktivitetet të ndërtimit janë aktivitete që kanë të bëjnë me largimin e masave të mëdha, me transformim të ambienteve, me tjera. Pra, gërmohet një grup e madhe, rrshqet dheu, është gjë normale, sepse ai dhe mundet me ungop me borë, ose me ujë, ose me lagështi të madhe, dhe është përtej asaj që është llogaritë ose projektu. Ne këto i shohim si dëme kolaterale, sepse ndodhin fatkeqësitë, ndodhin të rreshurat, ndodhin sasi e madhe e borës për një periudhë kohë. Prandaj këto i shohim si diçka që mund paraqiten dhe nuk ka një problem. Ne dëshirojmë që këto kur paraqiten mos me pas dëme në për strukturat tona, në për objektet tona, nëse ka me pas dëme, na duhet nuk mund të shkojmë matutje pa e riparu. Pra, nuk mund të shkojmë matutje pa e pru në situatën që ajo me qenë okej.
Pra, është gjë normale në momentin kur bëhet një ndërtim, një konstruktim, që mund paraqiten këto efekte. Këto janë efekte të ranit të dytë, pra si të mundshme. Ndërsa gjithmonë do t'ju paraprin të efekte dhe ka rëndësi me ju parapri. Çfarë është me ju parapri? Ka masa mbrojtëse që mund merren për shembull që të mos rrshas dheu, ose nëse është një skarpat e tillë, një skarpat, ne themi një pjertësi e tillë terreni që mund të rrshas edhe mund të dëmtojë objektin, ne themi që duhet me e letuat skarpa, duhet me pas parasysh punën e ngarkesës tjetër, dhe gjithmonë ka një variant të rastet e paralajmërimit të mëhershëm. Pra, dhe përdorin metodologji në rastet e tilla. Faleminderit shumë për kohën dhe bisedën, profesor. Ishte kënaqësi për mua, faleminderit dhe juve për ftesën edhe në herën. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte edhe ky epizodi i kësaj jave i podcastit 5 pyetje. Shihemi dhe dëgjohemi të shtunën e radhës.